Dizinformimi i ndihmon njerëzit të jetojnë në një ëndër të bukur. Momenti i zgjimit është i dhimbshëm. Është gënjështi i madh. Goditja është e fortë. Shqisat e njeriut janë të mtira. Mendja e njeriut është e papërgatitur për t'ju përgjigjur. Është si një njeri i verbër, i shkreti, i cili pas një orientim, ku shkon? Shkon me kokë të muri, se është në ëndër. Njëra anë është dezinformimi, të cilën unë e konsideroj krijim artificial i fakteve që s'janë, për të ndërtuar një tablo e cila mbështet të shtim mbi të paqënën. Mos informimi që ka të bëjë me një blackout me atë që qytetari është krejtësisht i pa informuar, dhe keq informimi, ndoshta i pa qëllim, por që, si thua, është një informim pa profesionalizëm edhe me boshllëqe. Të tre ato shkojnë bashkë me njëra tjetrën. Dezinformimi fillon që nga momenti kur audienca ngjarjen nuk e sheh me sytë e vet, por vjen i transmetuar. Në shoqërinë shqiptare është një mosbesim i gjerë, i jashtëzakonshëm i masës qytetarëve ndaj politikës. Një mosbesim dhe një çarje e madhe midis masës qytetarëve dhe institucioneve, dhe pastaj një çarje e madhe midis audiencave dhe mediave. Pastaj ka edhe një çarje tjetër shumë të madhe midis masave popullore dhe atyre që quhen elita. Të katërta këto çarje që ne pas 30 vjetësh na kanë ardhur në një formë shumë të mprehtë, për mua një nga bazat është dezinformimi afatgjat, i cili në një moment caktuar ka sprovuluar zhgënjim. Dezinformimi sjell pasoja reale. Ne mendojmë, veprojmë bazuar mbi informacione që marrim çdo ditë. Ndaj sot media dhe gazetarët kanë një rol shumë të rëndësishëm përballë makinerive të propagandës dhe dezinformimit.